4 ditë nga parlamentarët e 11 majit, Prokuroria e Përgjithshme regjistron 44 kallëzime penale për krimet zgjedhore. 9 prej regjistrimeve janë bërë nga SPAK, 19 prej policisë gjyqësore dhe policisë së shtetit, 2 nga qytetarët, 6 nga partitë politike dhe 8 të tjera të nisura kryesisht. 5 kallëzime janë regjistruar në Prokurorinë Fier, 3 në Prokurorinë Sarandë, 2 në Prokurorinë Durrës, 7 në Prokurorinë Tiranë, 2 në Prokurorinë Gjirokastër, 3 në Prokurorinë Kukës, 3 në Prokurorinë Lezhë, 9 në Prokurorinë Dibër, 2 në Prokurorinë Vlorë, 1 në Prokurorinë Korçë, 2 në Prokurorinë Shkodër dhe 5 në Prokurorinë Elbasan. Një ditë më parë, bilance për krimet elektorale u bë edhe nga Prokuroria e Posaçme. SPAK njoftoi zyrtarisht se ka marrë 115 kallëzime. 25 prej tyre janë referuar nga subjektet politike e 35 të tjera janë regjistruar në platformën online. Megjithatë, vetëm për 35 prej tyre është kryer regjistrimi. Prej krijimit të task forces që ka për detyrë monitorimin dhe transparencën në zgjedhje, në terren kanë zbarkuar SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, por edhe prokuroritë e qarqeve respektive, të cilat janë në gatishmëri. Në krye të saj është kryeprokurori Altin Dumani.